Po. Edhe jo vetëm këto, po edhe në Dubai kom qenë. Ju e dini hoteli Adriatico. Jo, nuk kam qenë asnjëherë. Ja, është hoteli më i bukur në Dubai. Ato kom qenë unë me shumë, me 6.000 vetë, kinez, të nacionalitetet, sidomos Rust e njohin këtë pjesë shumë, edhe vetë mja kom qenë unë e femën shqiptare ato, me burin, edhe më ranë tavoli më uli me 2 Zvicran, 4 Zvicran, 2 familjar, edhe po më pyeten, si shëron njerëzit, i tregova. Ata jo që dëshin me marrë gjana për meje, po në stop në symë këshëshin edhe dëshin gjithë shka me marrë për meje. Edhe burri jam i tregoj ka dhe se qysh pojnë analiza në Zvicër, ata u befasojshin, kupta se cilë e bon njëren e vetë punën. Unë e boj me këta. Me këta, po i propozoj dhe njerëzve dieta, po jo dieta strike, vetëm me salata. Unë nuk po ne ashtu, se tash jam të studiue fakultetin për nutriciste, mas 3 vite ka me qenë edhe nutriciste e re. Bukur shumë, bravo. Edhe ku shkova në fakultet. Interesant është kjo punë. Afërsisht edhe gjenerat jemi me vite, edhe unë kam fillu me studiu shumë vonë. Edhe vazhdoj me mësu çdo ditë. Edhe unë. Interesante, do të kisha dashur me vetë, a ka smundje specifike për rajone specifike? Dhe më thënë, a ka njerëzit, për shembull në Gjermani, dallim për njerëzve në Zvicër, dallim për njerëzve në Kosovë? Kanë shumë dallim. Cilat janë ata? Dallimi më i madh është në Zvicër ku shkojmë bëj analiza, është pjesa e anemisë, pagjakësisë. Vërtet. Është shumë e madhe, edhe stresi. Stresi në Zvicër. Stresi është shumë i madh në Zvicër, stomaku nuk e kanë shumë keq sa e ka Gjermania. Gjermania është shumë ma keq të pjesa stomakut, kurse unë mendoj kështu që kualiteti ushqimit të Zvicrës është më ndryshe se në Gjermani. Se unë se dhe atje ku shkojnë Zvicër ushqena, kom vendin që muje dhe me pregadit ushqimin, është diçka një aromë ndryshe. Po stresi Zvicrën e din shumë për Zvicrës, ata anemia i shkatroj. E anemia është shumë interesant, njerëzit që vujnë nga anemia kanë probleme dhe shumë me kocka. Po. E në Kosovë, po më intereson, në Kosovë, çka kemi në ma specifike? Këtu në Kosovë? Po. Qysh ishe njerëzit në Kosovë? Pjesa stomakut. Stomaku, burrat, problemi stomakut, koka. Edhe spondilozë. Se po, leqi aja, po, unë e shumë migrena. Migrena shumë? Migrena shumë e madhe, po unë nuk e quj migren. Tash, unë mjekësis se kom studiua, Antigona. Unë jam mjekësi alternative. E kuptoj. Unë çdo smuj e quj gojë. Qa vendos këto. Çka han? Çka han. A vë kuptan? Kurse një doktor e qunë ndryshe, unë për vetë po folje veç për profesionin tem. Po na jemi ato çka ushqehemi. Po, me ato që ushqehem, që ato je. edhe domtohesh. Po. A vë kuptan? Gratë shqiptare më interesojnë. Qështë edhe një? Gratë shqiptare më interesojnë. Çfarë gjendje shëndetësore janë? Po më ndonë... Një ata që kanë qenë të ti, për shumë. Të une. Prej pacientave të Çdo pacient që vjen të une, kërkon prej meje se vinë me gjendje të ndryshme, se kërkoj shumë di. Kërkoj di në vendet ndryshme, për shembull në Maqedoni, Shqipëri, në Serbi, shumë vendet ndryshme. Edhe vinë të une, e unë jam e fundi gjithmonë. Ti e fundi gjithmonë. Gjithmonë jam e fundi. Kur i harxojnë të gjitha alternativat. Është shumë problem që jam gjithmonë e fundit. Edhe më tregojnë pacientë se janë shumë sinqartë, unë s'moj me qurë diçka se shumë janë sinqartë me mu, pse e din që unë e shoh këtë. Çdo problem ty në shoh. Edhe atëre hapën e i tregojnë gjitha gjana se sa ko kanë kërku ndihmë edhe pas sukses. Edhe kur shofte ta, ma shumë të shof pjesën në stomako që asnjëherë, asnjë nuk e ka kërku me thonë, hej, mos o problemi këtu, au të pjesa streset. Unë ndoshta